Shëndet nga kuzhina Liri, sot kam vendosur me përgatit mish të komëve të viçit ose të lopës, që është tepër i pasur me kolagen që na nevojitet secilit prej neve. 2 copa duken pak, por shto 2 copa janë 1 kg e 400 gram pra peshoj. Krejt që na nevojiten pra janë mish që është me kock të komëve të viçit ose të lopës. Vaj kom qit në një tenxhere me unze, 3 qep të mëdhoja, 200 gram me këpurdha të konzervave, ose dozave që janë, 2 lugë të gjellës me salcë, është e përzime, salcë e specave edhe domateve, 2 atë janë pra, nëse s'keni mundën e përdorni 2 lugë të gjellës ajvar, 1 lugë plot me miell gjellës, 5 thelbi hudhër, 1 katror kështu që është melmesa pra me dviçi që janë që i përdorim, 1 lugë të gjellës veget, 1 lugë të mesme jo plot me krip, 1 lugë të gjellës biber të kuq, 1 lugë të mesme rozmarin, 1 lugë të mesme oregano, 1 lugë të qaj biber të zi, 2-3 karota, i kom ngri karotat ku të blesh 1 tub plot, për mos me lanë me u prish gjithmonë i kom ngri edhe i lanë e frez të kakulli, edhe na nevojitet 1 litër me ujë të nxehtë. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Spore, qesim tashti, vaj është nxehur, e qesim mishin, bismillah, e ka verdisi mirë në të 2 onë. Kur e kom pastru mishin, e kom terë mirë, pra me pallomat kuzhinës, që mos me stërpik shumë. Ka verdisi mirë në të 2 onë. Tash përmoj 1 litër ujë të nxehtë vaj, e qesim të 4 orë, qesim me lmesa, qesa që kom përmoj. Mirën, atë vaj, edhe i përzina në sel të dorës. Mishin e rrotullojna në 2 onë, që kemi ka vërdis mirë, që s'po qëtënë. Pashtu që kemi ka vërdis mishin mirë në 2 onë, pashtu e largojna prej tenxhere që qesim në një pjatë. Tek tenxheja tash hedhem qep. Hedhem këpurdhat. Thelbet e hudhërës, ka vërdisin, pasi që në ka vërdisur qep edhe këpurdhat, e ka në një gjyrë të që për arin në tonë, ashtë i morën karotën. Ka vërdisin për 3-4 minutë. Ta shkojna salcën e specave edhe të domate që në përzime. Kemi ka vërdis të qefa, kemi përzjedhe ujnë me krejt me mesat, që i kom përëvim qëllim, edhe bismillah tash të morën këtë ujë krejtja qesin këtë karotat, këpurdhat edhe qep. Përzine mirë, 2-3 minuta e lojnë në zi, mor val. Tash e morëm mishin, që e kemi lojnë anash edhe e qesim mbi. Bismillah. Këtë lojnë pashtë dhe qojnë po ka vërtis mishin, sepse është shumë mirë. Dyrën e vetë.
Fura është nxehur, tepsin tash e mbulojna me folje alumin. Edhe e fusim në furrën e nxehur. Një herë pra e rrotullojna mishin edhe në furrë, e qesim tepsin jashtë edhe e rrotullojna në anën tjetër, prapë e shtyjna në furrë. Bas një ore tashti e kemi zhblu edhe tepsin nga folja, morëm tash mishin, pra e rrotullojna në anën tjetër. O Allah, sa i shishëm bëhet, sa i mirë bëhet, se keni me provu edhe vetë, edhe s'keni me ndru asnjëherë këtë recetë. Super e shishme. E mbulojna prap tepsin me folje edhe fusim prap në furrë. Edhe mishin e kom hek prej furrës, pra tepsin, e kom lënë temperaturë 200 gradë për 2 orë rrafsh. Një orë e kom lënë pra një anën mishin, tani që shëpat në vede e kom rrotullu edhe një orë në anën tjetër. Mish i but fantastik, që e ka këtë sosin për ndryshe langun që të knoq i langshëm bashkë për kohrat e ftofta. Një mish plot kolagen që na vjen secilit prej neve për trupin. Pak me gisht, provoj kështu edhe shefni pra se sa i but bëhet mishi. Tepër ma kona qëtë lloj mishi pra prej komve dëviçit ose të lopës. E shefni vetë, mundeni me servu po ashtu, ose me pilaf, ose me pyre të zier. Neve na beft mirë, juve po ashtu nëse provoni. Faleminderit për përkrojen që ma beni, komentet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina. Herë t'ju them, miru pofshim.